të brigjeve të detrave dhe liqejve të Shqipërisë, të kodrave dhe maleve të vendit, janë pronë e tij që u jipen për zhvillim trafikantëve kriminal të urryer. Dëshmit janë flagrante. Ju i keni pasë si në jug, banorët, në brigjet e vendit, po shpërngullen, po thuaj manu militari, po emigrojnë dhe largohen. Nga kriminal trafikant të egër, që u shkojnë me strajca, me thas, me para, ja u blejnë parat dhe i nisin nga trojët e tyre, ja u blejnë tokat dhe i nisin nga trojët e tyre. Një qëllim të tillë ndaj shqiptarëve nuk ka mbajtur asnjë pushtues në histori. Tentakulat e mafjes të rrezikshme që po rrafshon kodra dhe po zhbin çdo gjë në jug, de facto po popullojnë me forcën e narkoeurove brigjet e Shqipërisë. Duhet të rikujtoj këtu ju, përfaqësuesve të medjave dhe të gjithë shqiptarëve, cili ka qenë projekti i qeverisë më pashme për Bregun. Qeveria më pashme tregoi një kujdes shumë të veçantë për Bregun dhe zhvillimin e turizmit. Për këtë qëllim, përveç ndërtimit të infrastrukturës në të gjithë Bregun, ajo mori një kompani britanike të famshme, të shquar, e cila studioi Bregun në të gjithë gjatësinë e tij. Dhe kjo kompani, që ta dini ju, përcaktoi me studimin e saj zonat ku nuk mund të ndërtohej. Zonat në të cilat për 1, 2, 3, 4 arsye nuk duhet ndërtohej. Nuk përcaktoi zonat ku duhet ndërtohej. Kjo kompani, pasi përcaktoi zonat ku nuk duhet ndërtohej, së bashku me qeverinë shqiptare, zhvillimin e Bregut ja u besoi autoriteteve lokale të Bregut. Mbi këtë bazë, kryetari i Bashkisë Simars, Vasil Bollano, i cili ishte një gardian i pakorruptuar i interesave të banorëve të Bregut, mori një kompani greke për të bërë tashmë planet e zhvillimit të komuniteteve, nga komunitetet, se cila zonë. Unë ju them ju se ajo kompani bëri një punë të shkëlqyer.
Dhe në qoftë se ajo kompani, thamë dhe njëherë, do zbatoj projekti saj, shqiptarët do kishin sot një breg krejt tjetër. Nuk do ishte asnjë nga batërdit dhe krimet e të mërshme mjedisore të kryera në bregun e detit në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Edi Rama me të ardhë në pushtet e përmbysi si studimin britanik, dhe unë njerëzisht ju kërkoj ju të bëni check-up në arkiva dhe ta gjeni, se ka pas një incident shumë të madh në atë kohë. Ju kujtohet ju kur falanga të krimit të Partisë Socialiste dhe Rion Velis arritën me shpifjet e tyre, trillimet e tyre, arritën të publikojnë, të fabrikojnë një raport gjoja të pavarur, të një ekspertit pavarur të bankës, në të cilat përpiqeshin të implikonin për korrupsion qeverinë shqiptare. Në një kohë kur qeveria kishte zbatur me rigorozitet absolut memorandumin e firmosur me Bankën Botërore. Por, si kujtohet ose hapni arkivat, pas një përballje të fortë midis qeverisë dhe bankës, Banka Botërore dërgoi këtu zëvendës presidentin e saj, Hiru, Filip de Hiru, i cili kërkoi falje publike dhe ndjesë publike qeverisë shqiptare për akuzat pa baza të lëshuar në atë raport, të fabrikuara të gjitha në kuzhinë e George Sorosit dhe Edi Ramës në Tiranë. Po kjo është midis tjerash, megjithatë duhet bëni një check-up. Çfarë bëri Edi Rama me këto plane? Edi Rama në vitin 2014 i përmbysi këto dhe kaloi në planin e integruar të zhvillimit të bregut, në planin e masakrimit të bregut. Njeriu që kur erdhi në pushtet tha se na ka dalë një farë gjoni, duke aluduar se ishte një mirditor ose laçian, dhe na është bërë me 60.000 hektar tokë, duke dëshmuar ignorancën e tij të plot, totale. Se emri Gjon është sa i përdorur në Mirdit edhe në Labri, edhe në Çamërin pjesën ortodokse. Dhe ato në fakt ishin prona